A duhet t'i vi për ata fjalë që ka folë. Ka me dhënë llogari para Zotit dhe veç Zoti nuk e vendo. Nana vetë ka ditë për të vdekur. Mami veç me ne ka jetu, nuk ka pasur e dalje me njerëzit e vetë. Edhe kanë shpërthy derën e kanë quajtur masanet e pesa mamin tem. Kupton se kishte derdh shumë gjatë, si kishte prej venet kryesore ai. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të kem një vajzë, ajo quhet Kristina Kovaçi. Në fakt të gjithë besnikët e live-eve të mia e njohin Kristinën, e cila ka qenë vetëm përpara disa ditëve këtu në live me Odetën dhe ishte në kërkim të babait të saj, një shtetas grek që fatkeqësisht kishte humbur çdo kontakti me të jatin. Por Kristina sot kërkon të jetë për herë të dytë këtu në live me Odetën, sepse është prekur kur ka dëgjuar kushurirën e mamit, kushurirën e nënës së saj të ndjer, konkretisht Elvirën, e cila ka thënë fjalë jo fort të mira për nënën e saj Raimondën. Por çfarë ka thënë kjo zonjë kur ishte në live me Odetën, pikërisht për nënën e Kristinës, e ndjekim në këtë klip të shkurtër. Po thoj Kristinës, mua të mos më bajnë për goje, se unë ato që kam bërë unë, mua e nëne asaj, më ka vjedhur lekët, më ka marrë pasaportën, më ka lënë në rrugë. Po thoj Kristinës, t'ja bëj biografinë të jemës, njërë dhe nuk është martuar 2 herë jema, po është martuar dhe kur erdi në koha që më mori lekët mua, dhe më tha që do t'jap dhe Florintë dhe, se unë meresha me tregti ta marrësh vesh me një këtu në Greqi dhe shisja në Shqipëri. Jo në solli një burë nga Laçja, nuk e di nga ishte ai, dhe më tha mua, thuaj tha për këtë, tha që është Jashari. Unë Jasharin, e kam djalës Jasharin e njëja, po këtë nuk e njëja. Fare. I thashun, po si të them unë, i thashun që ky është Jashari. Kur unë nuk e njoh Jasharin se kush është, nesër mund takohesh ai, ajo erdhi dhe që ta pushtonja unë atë çunin. Si pushto kam unë burin e botës. Pse sot Kristina sa e ka torturuar e jema atë dhe nxirte në rrugë çupën. Këto të thonë ty ato. Jo të merren me mua, se unë jam grua me taban dhe kam rritur 2 çupa që i kam syje. Ne e kemi racën me taban, pa ajo që një copë plerë. Një copë plerë që ajte. Sa ajo ka vdekur, mos të flasim për të vdekur. Uj, lëshoftë, ato që më beri mua, ka marrë baban tim, unë vëllan tim, njerëzit e mi, se mua ma hapi nami shumë të këqia jo. Ka erdhur babaj tim këtu dhe i kemi vajtur tjetrit në shtëpi. Por çfarë kishte bërë Raimonda që nuk e qasnit ju në shtëpi? Raimonda ka qenë e ikur, ka qenë e ikur, ja ku e kam çupli hallës le të llafosë. Ajo vetëm ikte nga shtëpia dhe për hallën time, se ishte që mos më ka me këtë baba, po kam baba tjetër. Japte nam të jemës. Elvira live nga Selaniku, në fakt jo fjalë fort të mira tha për kushurirën e saj, për nënën e Kristinës të ndjerën Raimondën, por gjithsesi Kristina është lënduar teksa e ka dëgjuar tezën e saj që ka thënë këto fjalë për Raimondën. Sot ajo kërkon të jetë këtu në live me mua, është duke më pritur dhe ka një mesazh për Raimondën, kështu që hap dritaren dhe ftoj më njëherë Kristinën. Kristina, përshëndetje. Përshëndetje. Si ke qenë ti? Mirë. Si ke kaluar teja? Ti si ke qenë? Mirë. Më dërgove mesazh. Ja mërzit pak se ata fjalë. Edhe u shtanga, ka shumë keq, të thënë aja e babozi. Elvira ishte irrituar sigurisht, por ajo në fund pranoi që të ndihmonte që ti të gjeje babin. Kërkove sot ishe prapë me mua, pse? Ke diçka për t'i thënë Elvirës? Me i thënë Elvirës, ata fjalë që i ka folja për nanën teme nuk janë vërteta. Se unë avëtajen që e kam përmend aty te emisioni juaj, aja është i ndjerë, ka vdek, ka 1 vit, i kërkoj ndjerës familjarëve dajes, që e kam përmend, po t'ishte edhe i gjallë dhe e tregohu të ai vërtetën tamam. Si të shi mami imi ka thënë që thuj po burri nga Laçi, që është vllai im, ku me një kohë, mami, dhe më thënë babi im, e nifte dajen tim, se mami lete
vajzën e madhe e letet të daja dhe mami ishte të munu për me tërheq vajzën e madhe. E dashu Kristina, unë e kuptoj që je prekur sepse bëhet fjalë për nënën tënde të ndjerë, por Elvira realisht kur kujtoj historinë, tregoi një histori të dhimbshme, duke pretenduar që nëna juaj kishte bërë një sjellje jo të denjë në Greqi me të, duke i vjedhur shumë gjëra dhe janë tanë vëna, o dita, janë tanë vëna, me o dita, vërtetën e din veç aja që është atje, që ka ja dhe për fëmijë, që ka dhe i motër tjetër, pse s'ka të rëgu. Unë atë ditë, kur e fika me ty, u thash si thash u detës që e kam gjithë edhe motërën tjetër, po s'disha me hapa të temë, nga që u futa për të lloj teme, kuptot, për punën e babi, e s'disha me hap mua bet tjetër, a i të kuptu, se kur ka det mami mu më jo teta, dhe me thënë kur ka det mami në 10 orë, një narsa e kam bërë 40, në shkurt, në 14 shkurt, unë kam gjithë motërën teme që se kam njoftë asije, unë e kam gjithë vetë, me të ngjumet e mami. Mamaja të kishte treguar që kishte edhe një motër tjetër. Po, edhe unë e kam gjithë po edhe motërën, mase diq mami i kam gjithë i ta 2 persona, unë vetë. Më lejon të pyes, motra ishte nga martesa e parë e mamit apo e dyta? E dyta. Nga martesa e dytë, si e gjete motrën? Mase më diq mami do me thamë, tu net shumë Facebook, e kam pas një foto kur aja ka qanë ma e rejnë, në më bjeqe, 8 bjeqe, edhe shumë Facebook tu pyt njerëz nga Korça, kupton, a njef ken me te emër, mbjemër, se ja disha dhe emin edhe mbjemër, si më kishte tërgu mami, që kishte mbjemën e babes vetë, aja kupton? Edhe po se e njofë, sa jeton sa në Greqi, si lam vëna, ne po këne, ku e kam tjetë me odeta në telefon, më ka thamë kush je ti, aja njëfë se veç motrën e madhës, unë kam qenë 3 vjeç, që kam qenë e vogël. Po, ti e fëmija i tretë nga martesa e tretë. Po, kush je ti, thash unë Kristina, pasin gjete ti musa, ti s'man me niq musa, thash po më ka të rëgu mami, thash, edhe ja qova më netin dhe në bërë, kupton? Si reagoj? Shiva kam pas kontakte me atë, në thënë drejtën që po i kam pas shkut me Facebook, me telefona, me krejtë, kam pas kontakt me alle me atë. Pash njërë me familjen e vetë, ta krejtë në rregull, po unë atë ditë nuk desha me atë të teme, na i tu Kristine. Është drejta jote absolutisht hyre për të gjetur babajnë. Edhe shu Kristina... Aja familjare, mos një prish punë me përmen gjana, e këshu, a i tu Kristine, edhe për atë nuk u njiva. Tërgova veç për punën historisë mamit e babit. E dashu Kristina, por pse nëna juaj nuk bëhesh me vajzën? Po sepse ajo me odeta nuk ka pas shpi. Nuk e pranoshin me. Gjithmonë mami kur vitet rand mos i ardhe dhe nana vet nuk e ka dash. Ai të kuptu Kristine, se unë vërtet për shembull u martova, u ndava nga burri. Po mu nana vërtet më ka dash fëmin, ma ka dhënë fëmin, po më ka dash edhe mu. Po mos kishte dash nana mua, do kisha marrë edhe unë rrugat sa në përdyrët e njerëzve, unë kam punu edhe kam jetu me nanën teme, me fëmin teme. Kurse nanën teme se kanë qasë asjerë në shpi. Po këtë gjë tha dhe Elvira, këtë gjë tha dhe Elvira, që familja nuk e ka dashur. Pse nuk e ka dashur në nëntën e familja? Se më duket pak abi, mos të doj familja, çfarë kishte bërë? Edhe aja këtë thote. Pse thote tonë fëmiti tonë mu majnë ma këshu do me thënë, nuk më përfidhi. Edhe mami jem veç me ne ka jetu, nuk ka pasur e dalje me njerëzit e vetë. Po pra. Gjithmonë i thoshin budala, e të kuptu kësë. Nëna juaj kishte bërë një jetë jo fort të mirë që familja nuk e pranonte, shkaku që ishte divorcuar me 3 burra dhe prindrit nuk e pranonin më në shtëpi, ky ishte shkaku? Po. Edhe atë që tha Elvira, ja ka prej burri damar, edhe ka pështu vajza 2, nuk ka shte vërtete, e ka pështu vajza male, motra male, e ka pështu mundësisht, se të shi kur nuk kem shtetin e prindrit, thana, përfundon rrugë male me odeta në kohën aty në si ka qënë. Pra, me pak fjale, dashu Kristina, që të jemi korekt, Elvira nuk ka gënjur, ka treguar të gjitha episodet që nga të vërteta, se dhe ti po e pranon. Jo, po që ashtë prej mami me damar ta që e ka prej burri vetë, ashtë e vërtet, po jo që mami asaj, si pas ka dhe mami asaj, jorganat, frigoriferin, klorinat, ka që fort pas ka qenë mami jem, një vjell asaj gjanat sy në sy, pa ja në ushta ne, nuk ka drejt me në lanë shpjegime së qërim, po i dit,
ka me lënë llogari para Zotit, e veç Zoti nuk e vendo. Po s'ka problem, ka të rëgu vetën e vetë. Edhe mu nuk ka nevojë me pas mesa, se kur s'ka dash nanën teme, unë se kam asi gjao dita. Se ka folë shumë gjana për mamin ajo. Se sot Joti ti qetë sy, e i huj të donë ma shumë. E qartë, ti si një vajzë i lënduar teksa ke dëgjuar çfarë ka thënë kushurira për nënën tënde, duke menduar që ajo ka ndruar jetë dhe nuk është më në këtë jetë nëna juaj. Por dua të pyes, nëna juaj me sa po kuptoj ka bërë një jetë të vështirë. Ka pasur 3 martesa që kanë dështuar të treja dhe në martesën e dytë ka tentuar të bëjë dhe vetvrasje dhe kjo është akoma më e rëndë. Jo, se ka bërë vetvrasje, jo. U martu, ai burri që kishte, qa bani, i vunja narkos të una, ka qenë me vajzën e madhe, kupto? I vunja narkos të una, ja previ i vene, damarët, kupto? Edhe ja futi kujt, të me thënë, kam poshtë kërbatit, kujt i këshulla që, ka ti remin e motrës, që se jam me djerës. Motra ka qenë 5-6 vjeqe, motra madhe. Buri ka dashur të vrasi. Po. Edhe qohet të jam me djerës. Edhe qohet motra nes dritën, i sëtu mami ti e me gjak, si kishte hik tana i gjak, a i të kuptu, edhe atur të dera mi gjujt, aty ka pas unatën mami, si kanë qenë një. Edhe kanë shpërthy derën, e kanë qu masanet e pesa mamin tëm. Kupton si kishte dert shumë gjak, si kishte prej venet kërësora, a i të kuptu Kristinën. Po kjo që nga e të... Edhe a i ka vdeku në burg, u dënu në kohën atërshme, unë s'kam qanë fare një. Veç motra madhe. Pra, ai është dënuar atëherë dhe ka vdekur në burg, burri i nënës. Ka vdekur në burg, ka vdekur në burg. Më thënë me histori që më ka të rëgu mami. Pastaj, mami, nana vete ka ditë për të vdekur. Mami ka pasar në atërë që kanë qenë të autobusat, kamionat, ku di unë kohën atërshme, atë shpia ka qenë nati, ka gjujt dere, se di, atë i ka thënë se jam ai Monda. Monda ka vdek, i ka thënë, jo, jam Monda, kur e kanë hapë derën, e kanë pa mami, kur ka dalë për spitali, e kanë ditë tamë vdekun, mami jem ka vujt shumë, edhe mu ka ardhë shumë keq që ajo i ka folë ata pjanë. Se mami jem nuk ka qenë shumë, me ardhë me pytë për mamin tem, ta një nesh ka respekt për nanën teme. Nana jeme nuk na ka shlu doren, as për burra, as nuk na ka dhanë shkenin, me na lanë, me na braktis janë ca nana tjera. S'na ka shlu dore na si jeme, që ka nana që ke pa që i hodhin të një plena, i braktisin, i qojnë dhe kontrol. Nana jo, s'na ka lanë asije, ne me ju dhe. Unë e kuptoj që s'na ka braktis asije. Edhe më thote gjithmonë Kristina, din që e me knaqë, më thote me Zotin, më thote vërtet s'm kanë dash njerëzit e mi, kam ne thote na përdyrët e njerëzve. Paktën ti thote ti e shpenare që ke shpinë, se mu nana jeme më ka lanë pa shpinë. A i të kuptu se që nane ka qenë njëja, që veç Zoti nalt i din halët e problemet e asaj. I thoshin që nga që aja kishte kalu shumë gjana, gjithë një kur i shkote mami, se mami dajen e malë, e ka pas shumë frikë. Edhe mami ka pas dajen e malë që për me më qashim djetë, i kërkoj falje djemve dajes, vajza dajes, se tu erdi puna ta shiko me për me, mami e ka pas shumë frikë. Vlajnë e madhë. Edhe në gjyqja e thirë, të thote se ka orë kjo budalja, e tina dhe mami të ka frika, ku të nuk rritë në shpi. Rritët e vajza tezes, e vajza dajes, a shka kohë që aja matumen, mamu. Mirë, e dashu Kristina. Uja sajtë e dhires. Këtë histori të dhimbshme ta ka rrëfyer nëna jote, sigurisht. Po. Por pse burri tentoi ta briste? Po, nuk e ti me u ditë, që po në gjonë kohën sot që janë t'u ba sot me u ditë, a janë t'u bra, t'u prej që janë t'u ba burra sot që janë t'i mytë gra. Po koha atërë, si ka qenë me u ditë, ka qenë ma e fështirë si të shi, ka qenë ma e keqë aja koha atërë. Po mirë, e kuptoj që
hajde burri nuk e donte dhe donte t'i bënte keq, por nëna e saj dhe vllai e lanë në rrugë, e përzun nga shtëpia, nuk e qasni në shtëpi, ndërkohë që Nana, jo vllai. Nuk e pranote gjyshe, i thot hik për shtëpie, i thot e mami, nuk të du, hik për shtëpie. Edhe vajzën e madhe ja la gjyshe se s'kishte që si ja kam lanu fëmin në steme, me marrit e mu mos më mdasht. më vjen shumë keq për historinë e jetës nënës tuaj, pas ka bërë një jetë shumë të vështirë. Jenë tanë si nana jeme, si s'na ka praktis, thot e kam pujt vetë, e që thaja, e kam tjetë vajzën vruë, shuja sajt e mbires, nuk ka qenë një nana e vërtet nështë ka vujt vetë, po mu je nuk ka qenë, ka shumë falë për shpenë, se më hanë mu martu 14 vjeqë edhe ndarën, jam me fëmijë, ka nana për detyrë mu me mrit edhe fëmijë. Unë i shikosha mundësi cikli, isha fëmija do të panulina, biobite smur do të ilaçe, me hangër me pina, na e me që të bate me 20.000 lek asistencë të matë e fëmin mu, aja pak vujti me në rrit ne, po më rrisë edhe fëmin mu, unë dola vetë, nuk është që në qitina me jeme, që thot aja, unë i kam fëmi, i kam me edukat, i kam shue, ka qitë fëmi, në jeme ka bo 500, ta ma nesë ka qitë në rrugë male. Kusha që e nanësi që ale ma thujti mu. A e mundësisht të më fliste, më këjti kote, mos kësti familja gjatë e madhe, kam vujtune, e di se qa jeta rrugës, kuptën, më këjti kote, më fliste. Nuk është që kam bëna i kabim, kam punu me shumë, kam majtë nënën të me fëmin të, s'kam bëna i gjatë keqë unë një ndi. E qartë, Puna shëdheja. po pa tjetër, të kuptoj. E dashu Kristina, Elvira jam e sigur që do në ndjeki në këtë live. Kush është mesazhi që Sa për cilje? kur t'i bie që ka folë për nanën teme, se ka me la një ditë llogari para Zotit. Ai e di zemrat tënde dhe ai e di të vërtetën. E tuar t'i vi për ata fjalë që ka folë. Po sot joti ti qetë sytë me jodet, si ujë donë ma shumë, e të ofron ma shumë. Asaj turp t'i vi për fjalët që ka folë për nanën teme, se nana jeme sa ka pas nevojën asaj. Nana jeme atë e gjeti, e mori në rrugë, e mori në shtëpi, se sa hapi teme na ja. Po mirë si ca direkt ty të burri nga laçi, thuj se është Jashari, që edhe me menu, si kam i thënë e Jashari. Si e Jashari, burri nga laçi, ku me një koba, baba jeme njifte Jashari. Ajo deklaroi që nuk kam qenë shkaktarja e divorcit të tyre. Ko di gjanë punë të këtyne që kanë batë reja me një deta, nuk di gjanë që atë them. Po kur dalin atje ku desin një ditë kanë me lanë vogari. Mas mirëti, a i naltë e din, mas mirëti. Që atë them kësje, po t'jetë mami gjallë dhe ishte tjetër gjallë, kupton? E qartë. Unë veç them asaj turp t'i vi për fjalë që ka folë. Edhe mu s'ka nevojë me pas mesa, ja, me ata fjalë që ka folë për nanën teme. Se unë nuk thasha si da, thash gjatë keqë. Unë nuk dua që ju të dyja të hyni në konflikt, është gjaku i nënës tënde, sido që t'jetë Elvira ishte mërzitur, reagoi, donte t'i jepte një përgjigje, edhe sot i këtu në live me Odetën po jep një përgjigje, por ajo ishte e gatshme të gjente babain tënd dhe të ndihmonte, që ti të bashkohesh me babain. Ajo kishte tentuar të ndihmonte të bënte edhe letrat ty. Po qa me njime me Odeta, qa njime me Odeta. Më të rgo mu qa do një mote mua ja, se mu po mësë në qote ja shoqja ja me lekun meta aty me Odeta. Qa do një mote mua ja. Fnin që kisha këne unë kush pa mata, o do të me pullu. Si të risha unë, mu djetë të tërmujoshi, si të risha unë aty. Qa të basha unë aty. Djekësha të tërmujoshi. Kristina, A jam sa do të një moj? Po shdo gja ishte neshtja, e po kuptu. Unë s'kisha qa pasha ma aty. Unë babën e gjeta, unë ty si Odet kokova me më gjetë një avokat me një mu me Odetëse, edhe me pas lek me Odeta, me pagu këta avokatët, ta ti marin lek edhe nuk një mojnë me Odet, ku se me ju ama ndryshe. ti kërkon që të shkosh në Greqi të rigjesh babain, duke ditur që ke në shtetësi greket të rregullosh letrat në shtetin grek. Po,
Edhe inshallah çdo zoti gjalla ai me marrë shtëpi me jetua ne më jote. I këtë menim kam une, se unë e di e në gjithë rrinaj, në Selanik Malgara. Në Malgara të Selanikut. Në Malgara, të shtëpia ku jeton në Selanik Malgara. Sepse shumë emigrantë... S'ke nevoj për Elvirën ti, në Malgara, ke në Selanik. Gjithsesi, Elvirën duhet ta falenderojmë, ajo ishte e gatshme që do kërkonte dhe do na ndihmonte për gjetjen e babait tuaj, pavarësisht se ishte e mërzitur të përcolli ty një mesazh, por ajo me zemër kërkon. Ta tregu veten e vet, s'ka lidhje, s'ka problem. Ajo me zemër kërkon që ti të bashkohesh me babain dhe do na ndihmoj për këtë gjë. E dashur Kristina, në Selanik apo në fshatin Malgara ku jeton babai juaj, ku ka jetuar babai juaj, se nuk e dim nëse është gjallë apo jo, urojmë dhe lutemi që ti jetë gjallë. Inshallah, zoti, jetojnë shqiptar që mund të na ndihmojnë me babain tuaj. Do ma kujtosh dhe njërë emrin e babait? Nikola Dimitriu. Nikola Dimitriu quhet babai juaj? Po, atë e friqin edhe Niko kështu për shkurt. Se mu këtu në Lezhë, te certifikata ma kanë ba Nikol. A kupton, nuk e kanë ba Nikola. Emri e kanë ba Nikol, e kanë shkujt. Se edhe pashaportën që kanë pasur dita që dolën pashaportat, edhe me ma ba vendlinjen Janica, ma kishin ba Gjanica. Edhe kur pata qanë Greqiun, unë dolla dhe me thënë e kalova kufinin grek, por nuk ma bulon si ai shqiptari atë vullën dhe daljes. Edhe kur u bana për me hikë pra pune, më tha mu që ti nuk ban me kalu tha me këtë gjë, sepse tha, ti tha kaj dje ky vend Gjonica, tha qa kja Gjonica, i thash Janica i thash une. Më tha mu me që e grekja jonë a i doganes, me që e greka jonë tha, unë po të them tha që këtë pashaport të ndrosh se e ke gabim. Të rregullosh vendlindja. E qartë, të bësh korrigjime për të rregulluar vendlindja, në pasaport është bërë gabim. Po, tash i kartën ma kanë bë, domethënë GRC. Nuk e kanë bë si e kanë bë pasaportën fillim Gjanica. E kishin bë. Kristina, ne do mbetemi të dyja së bashku në kontakt. Mua sinqerisht më vjen shumë keq për historinë e jetës tënde, të nënës tuaj të ndjer Raimondën, më tregove disa detaje nga jeta e saj që duket që ka bërë një jetë të vështirë. Unë uroj që ti të bashkohesh me babain, unë uroj që ai të jetë gjallë, uroj të bashkohesh me babain. Unë kontakte me gjithmonë me nimen tane, së vetë. Unë me Elvirën do vazhdoj të mbaj kontakte dhe e besoje që do na ndihmoj, por dhe çdo shqiptar që është duke na ndjekur mund të na ndihmoj për të gjetur Nikola Dimitriu. Uroj që çdo shqiptar që është duke na ndjekur të na ndihmoj për gjetjen e babait tënd, Nikola Dimitriu. Je nëna e sa fëmijëve? 2 vajzave. 2 vajzave. Një e ke nga martesa e parë, fatkeqësisht një e ke nga martesa e dytë. Të kështu pra jeta famnes. Tashi, unë shdo gjatë që përjetoj njëtë, nësi ja të regoj fëmijës tem, edhe unë nesër des fëmija jam rranë për ata që unë i kam përjetu njëtë. Janë rrana, se unë qa kam përjetu njëtë, për shëra shpjegoj fëmijës tem, kupton, si shdo nanë. Tash unë rejkam që i kam të regu fëmijës tem që kam përjetu njëtë, që kam heq me rrit atë si kam dal me punu. Kush është e nanë që edhe fëmijën e vetë, se që ka përjetu njëtën e vetë. Edhe muna në e me sëmë ka rrejt, në kam gjithë edhe 2 vajzat e tezës me odin. Edhe 2 vajzat e tezës i kam gjithë. Vajza nga martesa e parë, sa vjeç është? 18. Ka kontakte me babain e saj? Ja. Pse, a i nuk e kërkon? Sa ata e ka rrit mami, derisa ka qenë mami gjallë, a i ka pasar dhe shikote, diç mami, ndryshuan gjanat, nëse nëse dhe i krijoj familje tjetër, kupton? Edhe, unë se në loj, unë i kam thënë, po, laja vetë nuk donë. Aja e din vetë se që bëm dalë qiplet, se është që e njep, edhe e ka majtë. Vajza është e rritur, pra vendos vetë nëse do të ketë kontakte me babain apo jo, po më vjen keq që s'pas ka kontakte me babain dhe refuzon të flasi me ta. Po shua jeta, pa, që me bak, shu jeta, po përbal me shumë gjana me u teta. Por ne duhet jemi të fort për të përballuar të gjitha dhimbjet dhe të dim
hapin që hedhim, mos gabojmë, është shumë e rëndësishme. Por unë Robi pos gabodi nuk zëmen. Mirë, nga gabimet mësohet, është e vërtet. Por të uroj jetë dhe lumturi me partnerin e dytë, mos u ndaf shkurt, u plaqëshin bashk. Me jeta kish dhe vajzën e vogël dhe do mbetemi në kontakt. E dashur Kristina, do ngelemi bashkë në kontakt dhe uroj që ta gjesh babain sa më shpejt. Kështu që të përqafoj dhe të pus nga Tirana, Kristina. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, që dëgjuam Kristinën, e cila tregoi historinë e vështirë dhe të dhimbshme të nënës së saj të ndjer. Uroj dhe shpresoj që kjo vajzë të lidhet me babain, uroj që të shkojë në Greqi, të bëjë dokumentat, ka lindur në shtetin grek dhe do të fitojë në shtetësinë greke dhe mbi të gjitha të jetë pranë babait të saj dhe lutemi të realizohet kjo dëshirë. Mirë, do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashkë live për disa minuta të tjera, për të sjellë një tjetër personazh, për të sjellë një tjetër histori. Hap dritaren dhe e dëgjojmë së bashku. Shkëlqim, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje ti. Në fakt, një miku juaj më telefonoi dhe më kërkoi me ngulm që të merrsha sepse ke një problem. Po. Çfarë problemi keni, Shkëlqim? Tani, ta tregoj, unë kam 2 vjet e caj divorcuar. Kam 2 vajza, shumë të mira. Edhe gjykata më ka lënë të drejtë që çdo të shtunë të djerë të ketë lidhje komunikim me vajzën. Edhe në Beharti marrin 25 ditë, si çdo njeri tjetër që i takon. Po nëna, familji mori nëna, s'ka problem, jetoni në Delvin. Po unë për mos patur probleme kontakte se më ka bërë jashtëzakonisht dëme të mëdha X bashkëshortja. Dhe ajo në shenjë hakmarrje tani bën gjëra që unë mos të interesohem për fëmijët. Unë gjëra ushqime u kam nisur se kam punuar në Kavaj, në Durrës, tani për momentin punoj në Vlorë. Po deri në muajin qershor mos të gënjej, i nisja me autobusë me një senjor ushqimet vajzave. Çfarë moshe kanë vajzat? E madhja është 15, e vogla është për 11. Me jetë ti kesh. Faleminderit shumë. Ushqimet i dërgoja, po komunikim nuk kam patur. Jetoni në Delvin. Por në muaj qershor, korrik, mos e gënjej, ka patë datëlindjen më vajzë vogël dhe s'kam pat asnjë lloj kontakti. Tani, jam interesuar në zyrën arsimore të Delvinës. Nuk ndodhem. Kam komunikuar me policinë e Delvinës, po ajo zonja ka lidhje me policat e Delvinës, që më kanë sjellë jashtëzakonisht shqetësime dhe në aki problem unë ka humbur dhe nënën. Policia e Delvinës më thotë mua nuk e dim ku janë. Na kanë thënë që janë këtu, na kanë thënë që janë atje, por ajo ka të drejtë kur të largohet nga Delvina, të lë një adresë që unë të interesohem. Dhe nuk e di ku ndodhen. Për momentin as komunikim nuk kanë. Të lutem më ndihmo. Por policia kur bëre denoncimin, verifikoi nga sistemi tim, s'ka dalë nga Shqipëria, ish gruaja juaj me 2. Nuk më kthen asnjëri përgjigje, prandaj kërkoj të më ndihmosh ti, se ti mund të hape rrugën. Ose mua nuk më hape. Sa kohë boi dashur Shkëlqim që nuk ka asnjë lloj kontakti me vajzat? Po kam që në kam edhe 6 muaj që s'kam kontakt. Pavarësisht se ushqimet i nisja, po nëna nuk i lejon të bëja komunikim. Por kur flisje me ish gruan, ajo nuk kam komunikuar fare, përveç se ditës së gjykimit nuk kam komunikuar. Por ju dyshoni se ajo po hakmerret, po pse e bën ajo këtë gjë? E bën se ajo donte të vazhdonte me mua ashtu siç qen, më kupton? Që unë të punoja çdo gjë, ajo të bënte çfarë donte, po unë nuk trastia është e papafalshme në çdo vend të botës. Jo unë. Është edhe i kam thënë edhe në gjyq që bashkë të miremi vesh si unë baba i fëmijës, ti si nëna. Ajo tani më hakmerret. Jo vetëm me mua, po unë në Delvin kam edhe 3 vëllezër të tjerë, me nipër, me mbesa, dhe nuk ka komunikim, nuk i lejonte të më kupton që hakmarrje me një fëmijë të vogël. Aq më tepër, vajza e madhe anon ajo, po vajza e vogël ka jashtëzakonisht lidhje me mua. Prandaj ndodh kjo. Është hakmarrje, të lutem. Të ka marrë malli për vajzat. Shumë. S'ka natë që nuk e shkon në gjumë. Edhe tani që flas,
më bëhet trupi nuk s'di çfarë do të thotë. Çdo natë më delegju. I dashur Shkëlqim, ti më the se tradhtia nuk falet. Ju jeni ndarë për shkak të tradhtisë. Po, për shkak të asaj. Më lejon të pyes? Po, si? Ju para sa kohësh jeni njohur me nënën e vajzave të tua? Unë kam 15-16 vjet. 16 vite martesë dhe i dha të fund? Po, edhe kam bën shumë çuditëra. Familja e mi janë blerë me letë 100 herë për spitale dhe zonja, jetën e kanë mua, duke punuar 24 ore, duke marrë ilazhe të tëra, se kush jam unë. Ajo tani më ka kthyer në si tip, unë kalova si tip stresi, po fal njerëzve të mirë që uria përsëri në këmbë. S'dua të di. Vajza e madhe anon shumë na nëna, se e ke parasysh, po të voglën, e vogla kam dhe letra që më kanë njësur, edhe për diku në vitëri më tha që të nisë letrën, edhe mamaja ishte gjetur ja kështë qire. Dhe më vjen keq sinqerisht që vajza e vogël të pas ka nisur një letër për festat e fundvitit. Nuk e gënjej kur, dhe kam dhe dëshimtar për këtë gjëra, më thonë që kam nisë çuditëra, me ato buzën e Delvinës që punojnë Delvin Tiranë, me ato buzën e Florës. Unë duan a kaq, le mos më duan, s'ka rëndësi, se nëna i ka ushqyer tani, nuk e bënë dyshim atë punën, po të di adresën. I dashur Shkëlqim, ju jeni njohur përpara 16 viteve me nënën e fëmijëve të tu. Ajo ishte nga Delvina, apo ju nga cili vend i Shqipërisë ishit? Jo, është nga një fshat i Beratit, po për çështje asmërie jetojnë në ish-Shkëndet të Durrës. Por si e njohur? Ka qenë një mblesëri apo një martesë, një dashuri? Me një anë të një shoku tim, gruaja e atij shoku tim ka të bëjë, ka fëri. Edhe kam njohur këtu në Delvin. Kur vinte që sa vjeç ka qenë gruaja juaj në atë kohë, ish gruaja dhe ju? 23 ishte aty. Si ka qenë martesa juaj në vitet e para të dashurisë tuaj? Vitet e para si çdo njeri e ke parasysh të mirat kështu, po kalimi kohës unë njeh për djalë punëtor, nuk s'njeh për as për ugat, as për biologji, prindi mirë për vajzat. Çfarë të them tjetër për veten? Jo, në fakt nuk po të pyes për veten tënde, po të pyes për nusen. Arrita pas ca kohë, edhe te fëmia i vogël, nuk ke në gjendje, po duke hënë sot nesër sipas se mos ndryshojnë gjë, po nuk ndryshoj kur. Sa arriti atje pastaj tek ai veprimi i keq. Por kur themi nuk ndryshoj, çfarë bënte ajo që ti ishe i pakënaqur? Bënte gjëra që nuk çfarë të them tani. Asnjë lloj interesimi si për fëmijët, si për të tëra, duhet të thosh unë që bëhet këtë kush një fëmijë duhet ta di vetë ç'do të bëj. Flasim më hapur Shkëlqim, si ka qenë bashkëtesa jote me atë grua? Shumë, po të them tani 7-8 vjet nga normale, po më pas shkatruar dhe diçka. Por çfarë ndodhi pas 7 viteve martesë? Si ajo nuk donte që të kishte. Unë i kam gjetë edhe një libër atje të shkruan në ato budallëqe që edhe kur e kam lexuar, po e vendosa prapë te vendi, atë që ishte shkruar dhe më erdhi rënd ato që lexova. Më erdhi nuk ta them dot. Një çada e mundë do. Edhe kur i thash çfarë ato budallëqe e hoqi librin ande monton, e kërkoja unë pasaj, më thuaj ku e këshove. Ta vërtetoj ato që ke shkruar ti, me një se tu, monton. Një njerëz i vetë e ka çfarë tani ka përpunuar. Shkëlqim, nëse asaj i ka ndodhur një abuzim seksual në familje, kjo është një fatkeqësi për atë grua. Unë pavarësisht nuk e ashtu, më pas filloj bëllin ashina të pare, po së mundi jetoj kështu, me frike, me budallëqe. Unë kam arritur sa vajzave arrita i hikja frizat në koka, kur ka në shtëpi. Qa më do të bëhem më tani?
Më kupton? Aq gjëra të rënda kanë kaluar. Sa edhe kam tentuar vetë ta na vetja në një herë, po e kam bajtur vetë. Pra ti po më tregon që ajo ka qenë një nënë e papërgjegjshme për rritjen e dy vajzave. Po. Shumë. Në momentin që ti arriti të lexoje ditarin e saj, ja komunikove, i the që unë e lexova, atë sekret ti ja kishe zbuluar? Po, më tha mua s'ka çfarë duhet ti. Ti zbulove dhe emri kush ishte ai person që kishte abuzuar mbi gruan tuaj. Po, nuk sa që në shtëpinë time nuk u gjet më, nuk e di çu bëj ditar. Në momentin që nisën konfliktet në familjen tuaj, kërkove ndihmë tek familja e ish gruas? Ata çfarë ndihmë, s'janë njerëz, nuk janë njerëz ata. Nuk janë në gjendje as lloj komunikimi, babai i saj ka qenë në dënuar për imagjinon janë të shturur, nuk është se mund të zgjidhë diçka, kupton? Shumë negative. Por ti e mori me dashuri dhe re në dashuri me nënën e fëmijëve. Nuk arrite dot të menaxhoje një grua që ajo ndoshta për shkak të jetës që kishte bërë në familje sillej ashtu, por dashuria të ndryshon. Unë kam bërë diçka dhe në shtëpinë time me prindin e ato që janë shumë e respektuar. Por njëherë toleranca, ose ajo toleranca që bëra unë e bashkë që Kosova, se filloi doli mashinat, nuk ka imagjinon, nuk kam verifikuar shumë gjëra, kam vajtë shtëpisa gjëra shtëpi në krau tjetër, filluan u zbuluan klasi, kupton. Është rënd kur thuaj doli nga shinat. Mori urdhër mbrojtje nga ata policat, nga ata ditën janë policat e Delvinës, ditën janë me lokë dhe natën vend bëj shërbim, kupton se kush janë policat e Delvinës. Edhe i dhanë edhe një vit urdhër mbrojtje. Pa prekur me dorë, pa imagjinon që kush janë. Por në momentin që ajo është pajisur me një urdhër mbrojtje nga gjykata, diçka ka ndodhur. Djoqik, asnjë logji, për atë të garantohen. Po ai që shokiroi, polici që shokiroi kishte lidhje me atë. Edhe gjykata besoi atë. Kur themi kishte Jo mua që thashtë vërtet. Kur themi kishte lidhje, çfarë lidhje kishte ajo me policin? Lidhje intime. Me policin? Po, e di Delvina. Por këtë gjë e thoni ju se dyshoni dhe sot jeni ndar apo keni zbuluar diçka? Unë ja kam thënë si, po si bëneva për shtypje, o detaj. Se kishte fare problem në. Sa i thash zonjë, largohu këtë nga mua, mos më kupton. Në fillimet e para milion e fëmijë, pastaj e filloi që dikush e mësonte që bëja ashtu që tani ajo mund të dalë shumë në mbi gjykatën, më kupton. Shkëlqim, dua të jemi pak sa transparent të dy dhe unë uroj dhe shpresoj që ti të më tregosh të vërtetën në gjithë historinë e jetës tënde. Pse nëna e dy fëmijëve të tu shkoi në polici dhe të denoncoi? Çfarë ndodhi atë ditë? Qa duke kërkuar llogari unë? Më kupton dhe është pi fëmijë pa ushqyer, pa imagjinon tani qa mund të thonë tani. Është kujdesur. Por një burrë që t'i kërkojë llogari gruas dhe të keni bisedë normale në shtëpi, kjo e fundit nuk shkon në polici të denoncoj burrin. Po e tilla është, e mësuan të tjerët ja bënë edhe veprim, më kupton? Ajo ju denoncoj për Ajo, dëgjoj këtu, s'kam prek me dorë të thonë asnjëherë, se nuk jam i ty që të prek. E qartë, ju e mohoni që nuk ka ekzistuar. Dëgjoj çika, arrita në atë gjë që ndjeja frikë se mund të fuse diçka në shtëpi me ata persona që kishte lidhje. Më kupton? Si e faktove ti shkëlqim që goja të tradhonte? Po atë kam kapur me të tëra, çfarë thon tani, me të tëra. Po këtë tëra këto gjëra po them. Edhe që unë do bëj çfarë dua, më tha mua, ti s'kesh më bën gjë. Si s'kam çfarë bëj. Po, largovra mua. E qartë, por kjo që po tregon ti nuk fakton që atë ka tradhuar.
Ato janë gjëra të vërteta, nuk është... Shkëlqim, ndoshta ti thuaj e ditë gjithë Delvina, fliste gjithë Delvina, por mos të merrem me fjalët e njerëzve. Ju vetë nuk keni faktuar asgjë që ajo ka tradhuar, se është akuzë rënd kjo që po bën. Edhe vajza e madhe e di. Edhe ma fshet, edhe vajza e madhe më ka thënë, ajo do bëj çfarë do, ti s'ke që i bën mami. Më kupton? Por mirë me gruan, nuk të donte dhe po tregon që atë ka tradhuar. Po me vajzën tënde të madhe, pse këtë raport kaq të ftohtë? Dëgjoj çik, se filloi dhe vajza e madhe që parasysh duke i kërkuar llogarinë mësimit në këto gjërat, e kërkuar një kush mamis më tregonte anonte Ardina Joan, tonë. Anonte na ikra, edhe më gënjente edhe kjo pastaj. S'është këtu është atje, ke parasysh vetëm mashtrim. Dhe thjesht fakti që ti e pyesje dhe kontrollohesh për vajzën, po më tregon që ajo u kthye nga ana e nënës dhe mbronte nënën e saj për çdo lloj gabimi që bënte. Ndërsa vajza e vogël ka qenë e vogël në moshë. Është mrekullinë aty vetëm na ajo jetoi sot. Se ajo vajza e vogël ka dhe ngrinë në nëstim. Në një letër që më akuzuan edhe policia Delvinës se ka shkruar ti, ma kishte shkruar vajza, e ka më shkruar dhe në gjykata të letrën, edhe dhe psikologja që na mori në pyetje, babi më i dashur, të dua shumë, edhe 100 vjeç të bësh një dashlindje, që kisha dashlindjen unë, edhe unë të di që kam bab të mirë, sa herë të rrezohesh ço përsëri. Të do shumë vesa, në tonë qa e kam dhe në shtëpi atë letrën, edhe kur që të arria e vajzë, të thonë një diçka e tillë, në klasë të tretë. Për mua e babi me në kota, po tani ajo i përdor këto gjëra, mos komunikimin edhe pa lënë andres, që nëse të bejta përdor që ja s'interesohet babi për ju, to si s'interesohet mu, që se ai unë s'ka natë si që përnë ndër. Dhe të besoj, të ka marrë malli fort. Shumë. Të besoj për këtë pjesë. I dashur Shkëlqim, ti pak a shumë e sqarove raportin me ish grua, nënën e 2 fëmijëve që nuk të ka dashur, ke zbuluar tradhtin sipas teje, ajo u largua, por mirë me ju, po me njerëzit e tu, me nënën tënde? Se po na ki problem e duke debatuar unë atë ndroj dhe jetë në ime pas 5 ditës në tonë. Nga kjo çështje. Sa vjeç ishte nëna? 67. Të mërshme. Edhe më ka marrë darkë në telefon, të nesër në gjeta të vdekur është. Me gjeta në telefonë do, në tonë, vetëm nga goditja që pësoj. Ishte vetëm në shtëpi? Për momentin vetëm në krahë vllai tjetër në një territor po e përbashkët, e ke parasysh. Por pse nëna jetonte me ju dhe me familjen tënde dhe dëgjonte të gjithë? Me vlla në krah, me nipin brenda, kupton që nipi goxha i madh. Edhe kishte marrë telefonin së u ndje keq, po vllafin ja thash që do nesër në mëngjes se si isha në shtëpi unë, nuk isha në punë larg. Në komunikuam në darkë edhe më tha mua të ndua urgjim nesër në shtëpi. Po e thash, në orën 10 në mëngjes jam në shtëpi. Po fati që më erdhin në orën 6 të mëngjesit në orën telefonin e sërën e vëq. Dhe ju mendoni se problemet tuaja me gruan mund të kenë qenë fatale për një nënë që s'ka mundur do t'i duroj. Por pse ti kur ziheshe me gruan tënde përpara syve të nënës, ndodhi? Jo, veto nuk ndodhi, nuk haroje, nuk janë ty, si kam bënë. Po moment që i kjo unë largosh atë 3-4 ditë, kjo që e pa përbaqti. I dashur Shkëlqim, ju më thatë se keni 2 vite që jeni ndarë. 2 qatë, mos të gënjën 3, parë. Mund të pyes çfarë ndodhi atë ditë kur ajo vendosi të largohesh nga shtëpia me 2 vajzat? Jo, nuk u largua jo. Kam folur me policinë, me një zonjë të bashkisë, e tash ma largoni nga shtëpia.
që mos arrim të bëjmë veprim, se unë largohesha për në punë dhe s'kam besim tek ju, për shembull, unë ku diçka të jashtëligjshme dhe unë përfundoja brenda. Ti kishe frikë se gruaja mund të ngrinte kurth? Erdhën atje, morën qa kishin edhe vajzat e këpasish me në ngjirat më i rregullt jo. I dha shtëpi bashkia, bënim komunikim me vajzat, çdo gjë, po pastaj filloi ajo doli tek vetvetja vetë, se tregoi veten se kush qenë, po i lënë fëmijët e vet. Ku ja di këtu llogarimin, po ka vajtë edhe kam shumë herë policitë e Lulës, më kanë shqetësuar jashtëzakonisht. Janë se ajo punonte në një atje tër policia, edhe vajza e vogël më ka thënë, babi, mami jonë vjen mes natës shtëpi, më vjen turp, vajza e vogël më ka thënë baba, më vjen turp më thosë. S'është gjë e mirë ajo bëjmë. Por, shkëlqim, një grua e divorcuar i duhet të punojë dhe me orë të gjata, ndoshta ajo sakrifikonte për të rritur fëmijët. S'është ajo, jo, s'është ajo. Nuk, s'është e vërteta. Llogaritmi lokale në Delvin që s'ka njerëz, e ke pasi. Por ajo u largua, ti jetoje në Delvin dhe ajo në Delvin, ishit afër me njëri tjetrin? Ajo, pra, momentin që unë dana mua, bëjtë sa të bëjë s'karasia, ajo, unë s'kërkoj atë, unë kërkoj patërën, ku janë fëmijë, edhe një adres, finis, diçka, ka i kërkoj. Asë në gjë tjetër. Gjykatës për divorc kush u drejtua i pari, ti apo zonja në fjalë? Ato e bëri zonja, jo. Por gjykata çfarë vendosi? Gjykata vendosi çdo të shtunë të diel të kenë komunikim me fëmijët. Çdo të shtunë të diel. Besoj që ke dhe një detyrim ushqimor që duhet ta pagoje çdo muaj. Po, më ka dhënë atë detyrimin, e jam përpjekur. Po ku ti nis, më thuaj, ku ti nis? Si ti dërgoj, ku janë, ku janë? Çfarë shume të ka vendosur gjykata? Më ka dhënë shumë në 200.000 lekë. Atë shumë e apelova në Tiranë, se nuk i kisha mundësi për ato kora, më kupton? Po, e E qartë. kam apeluar atë në Tiranë atë shumë një ka vendosur gjykata. Kurse nga anë tjera në ushqime në mëtoj ka ndihmuar jashtëzakonisht se dhe ushqimet lek janë një. Kupton? I tash shkëlqim, unë nuk dua të paragjykoj në mënyrë absolute. Po flas tani jo si një gazetare. Po flas si një nën, si një grua. Unë e kuptoj shumë mirë që ti je lënduar, je mërzitur, kur ke mësuar që gruaja, nëna e fëmijëve, kishte një tjetër person dhe ty të tradhonte. Por, edhe veprimi që ju keni bërë, që keni njoftuar polici dhe keni kërkuar që nëna me fëmijë të dalë jashtë, nuk është e denjë. Ti nuk po largoje nga shtëpia gruan që të tradhtoi, po ti po largoje 2 vajzat e tua, dhe unë nuk e di se si policia e ka marrë atë vendim dhe e ka larguar. Nëse ti nuk ndiheshe i lumtur, ti ndiheshe i tradhtuar, ti mund të merrje rroba dhe të largoheshe dhe fëmijët të ishin të sigurt, të kishin një stre. Unë në këndvështrimin tim mendoj që ti ke menduar për veten tënde, jo për fëmijët. Po të flas shumë sinqerisht. Mendoj që ti ke menduar për veten tënde, jo për fëmijët e tu. Ajo kishte dëshirë të largoheshe, kishte shumë tani nuk janë, unë duhet të flas 24 orë në ty të serët. 24 orë të flasim, nuk mbarojnë atë gjëra. Po të komunikosh edhe me atë, më japësh nuk e di, po jam i bindur që ti më japësh jashtëzakonisht të drejtë. Ju sot nuk keni asnjë lloj komunikimi, ajo ju ka bllokuar në telefon? Asnjë, nuk e di ku ndodhen, nuk e di ku janë, qa, të dua të nis ushqim, ku ti nis, më thuaj, nuk e di ku janë. Marë policinë e Delvinës, Delvina më thotë mua, nuk e din ku janë, po na kanë thënë, ja pjetëm një ne, po nuk është këtu, qa, ata e din 100% ku janë. Jam i bindur për atë. I tash shkëlqim, në momentin që ajo u largua nga shtëpia me 2 fëmijët, jetonte në Delvin, po ti në atë kohë ku jetoje? Në Delvin. Ishit afër me njëri tjetrin? Po Delvina aq është
Po pra, prandaj po të pyes. Ajo s'ti ka penguar fillimisht vajzat. Ti I takoje vajzat në qytet? E kam takuar, po. Si ka qenë marrëdhënia jote me vajzat për atë kohë që ke ndënjtur në qytet? Shumë e mirë, po me vajzën e vogël kisha shumë lidhje dhe për moment më thoshte babi ka duhet të rinë ti se s'më lën më bërtasin. Se I bërtiste dhe e motra, më thonë, se edhe motra sa I pjesë si nënë e vetë. Mos e thënë më keq akoma. Ja në vërteta. Mos haro, ajo është vajza jote. Qa, më dhemë shpirti tani, nuk tinja është, nuk e do e mohoj kur, po në atë sjellje, ajo falë meje, është në tokë sot, çudirat I kanë bënë më për atë vajzë. E di dhe mirë shumë, se qa kanë bënë. Çfarë çudira shke bërë? Edhe ja kam thënë, kam bënë mos që erë në jetë, se mund që kam bërë çudi, kam punuar shumë dhe siguroja ilagjet më të mira nga asaj kohë. Ke bërë detyrën? Shkëlqim, mos haro. Po, ke bërë detyrën si prind? Shumë mirë detyrën, po ajo e dy dhe për momentin kur e dinte këto gjëra që krenare për mua, si në një çast, në një moment më het poshtë. Kupton? E ke menduar të vetja jote se ndoshta ke gabuar me vajzën që ajo të ka hedhur poshtë? Ndoshta e ke lënduar? Çdo prind mund ka të drejtë të bëjë llogari fëmijës, më kupton, po Jo, ndoshta kjo llogaria jote. Me kuptimin e mirë të asaj, jo me unë I dua të mësoj shumë. Shkëlqim, unë të besoj. Po kam komunikuar I kam thënë, vajze babi, je vogël akoma që të gjykosh ti mua dhe mamin, po do vi ora, edhe dita dhe do dalje vërteta se kush e ka fare. Se do vi apo jo, nuk kalon kora, po e vërteta arrie vërtet. I dashur Shkëlqim, unë jam e sigurt që ti kërkon më të mirën për vajzat e tua, absolutisht. Por ndoshta me ato llogarinë tënde të tepruar, ai inati dhe urrëtia për nënën e saj, për ish gruan tënde, ndoshta e ke lënduar vajzën, sepse një fëmijë po ti shahet nëna, lëndohet. Ndoshta një inat e sipër e ke lënduar. Po mirë, ajo vajza për shembull lëndohet kur shikon ato gjëra ndaj babait apo si lëndohet. Vetëm nëna I ka ato gjëra. Si lëndohet për anën e nënës, po për anën e babait apo babai qa. Logjikisht ke të drejtë, por unë besoj që çdo fëmijë ka nevojë për nënën dhe babain, sepse një fëmijë vjen në jetë nga dy prindë dhe ata dy prindë janë të rëndësishëm në jetën e çdo fëmije. Por që ajo është adoleshente dhe ndoshta edhe për shkak të moshës nuk di të logjikoj ftohtë dhe drejt. Por sido që të jetë me sa po kuptoj unë, prandaj të pyeta, ndoshta është lënduar nga fjalët e tua dhe ka vendosur kështu mos të ketë kontakte. Mose edhe ajo që thua ti mund të jetë, por nuk ti jap dot shpjegim se si ta mendoj. Po ka nërë shumë të tash në anë e nënës, janë mësimet e nënës apo jo të vajzës. Vajza është e dashur, është e mirë, më kupton, ka shumë mrekulli natyre I kanë të tjera. E kam kukulla, po unë dua që mos marr mësimet e nënës se janë të gabuar. Ti ke merakun se vajza mos marrin në një rrugë të keqe? Po, janë I garantuar për atë veprim. Shumë. Edhe mos e ka marr para çakosh, po s'ka rast. Jo, po kjo është e rëndë. Nëse vajzën të... E rëndë. Po, e rëndë. Stis më beson, më është. Si e kanë marrë? Pa shap jashtë, ik nga shtëpia tërë natën, ku qa ndodhë. S'ka rëndësi për ta betëm mënyra. Të rishë rrugëve, të tani, kuptohet ajo gjë, nuk është gjë që familje ka rregulla, ka ca gjëra që... Jo, por nëse situata është kështu, dhe ti ke frikë për vajzën, vërtet kujdestarin e ka nëna, por ti ke të drejtat, sigurisht për prindërimin e atij fëmije, ta ka dhënë gjykata. Kam frikë se mos më shkatërrojë të vogël. Kam frikë se mos shkatërrojë të vogël. Po nuk e di ku janë, di ku janë një. Por si humbe ti kontaktet? A jetoje ti në Delvin? Apo ike ti I pari nga Delvina? U larguava unë Delvin.
për mos të sjell shqetësime, nuk i shkoj ato me sy ato gjëra që ndodhin aty. Po, më vjen rënd, a vetë. Po për çfarë vinte rënd kë gra? Çu bira, le tani noi pa këta si bënte të punën aty vonë të hakmera të mërzitesh ata sportera dinë na vetë jam po. Se do vina ka ti se vogël, nuk është më kupton. Të provokonte. Ish gruaja. Mos i shkoj me sy dhe turp na njerëzit. Ha çfarë thon tani? Pra, ish gruaja po më tregon që të provokonte dhe ti vendose të largohesh nga Delvina. Po. Por aty kishe edhe vëllezrit, niprit. Vajzat e tua nuk kishin kontakte me kushurinjt? Po. Unë kam gjithë në Delvinës janë njerëz të mi, prandaj vazhdova se vinte rënd. E këto asish. Vinte rënd. Por fëmijët e tu, dy vajzat e tua, nuk kishin kontakte me kushurinjt e tyre në Delvin? Nuk e lajon të nëna. Po kjo s'është normale. Të ndash fëmijën nga gjaku i babait. Po e vërtet, në një shkollë. Edhe pisja niprit, po s'më flasin më të vetë. Tani unë mësova një muzikë Kristina, po i kam mësuar ai më. I dashur shkëlqim, në momentin që ti u largove nga Delvina, kur i takove për herë të fundit vajzat e tua, ja komunikove që babi do largohet, do shkojë në një tjetër qytet të jetoj? Po, vajzat e tua. Çfarë të tha? I këllot. Dhe nga i momenti si ke parë më? Ja, haroje. Me erdhi një kështu për të bënë shok në Facebook, i pranova, edhe për 5 minuta më ikën, më largua përsëri. Kush ishte personi që të bëri këtë ftesë në Facebook? Vajza e ka bënë me telefonin e nënës. Që nëna po, ma merë mënja që ka bënë vajzë e vogël, për të komunikuar me mua. Ti gjithnjë mendon dhe dyshon se ajo gjen forma të ndryshme, kërkon forma të ndryshme që të lidhi kontakt me ty? Po i takojnë të lidhi për fëmijë, të pjesë të fëmijë, po. Unë e di, janë gjalla, nuk u janë, unë di janë gjithë. A je drejtuar zyrës përmbarimore, shkëlqim? Nuk, unë që nuk dua të shkel atje, se jam larg, edhe kam komunikuar kështu në telefon, një më del në bigu, një fare. Por, përderisa u bë kaq muaj që ti s'ke kontakte me dy vajzat e tua, patjetër që do i drejtohesh zyrës përmbarimore në Delvin. Sepse ty ta ka vendosur gjykata takimin dhe vetëm zyra përmbarimore ka të drejtën e ekzekutimit të atij vendimi. Dhe patjetër që duhet ta bësh. Kam se ka mbështetje, këta të policisë ka mbështetje një. Mos e mendo kështu shkëlqim. Ka absolute. I dashur shkëlqim, ti vetë çfarë dyshon? Është larguar jashtë Shqipërisë? Nuk e di fare, s'kam çfarë dyshoj. Unë dyshoj shumë gjëra, po nuk e di fare. Po pra, konkretisht më thuaj çfarë dyshon. Mendja ime kalon 100 gjëra. Një mendje më thot kështu, një mendje më thot ashtu. Po di sa di ti dhe unë. Se nëse ajo do largosh nga Delvina, do shkonte te familja e saj, je interesuar te familja e gruas, ish gruas? Po nuk e di ku ndodhet, ku të... E ka fjalën për familjen e ish gruas. Nuk e di fare, nuk e di fare. Më kanë bërë buk në atranë. Si kur edhe kriminell të isha, po sa do janë babi vajzave. Që janë gjigan njallë. Janë babi vajzave. Pra, edhe ata, le të themi, të kanë vënë një mur që ti nuk arrin dot ta kalosh. Hermetike. Por pse? Kur ti pretendon që faji ka qenë i saj dhe nuk e di. Pse du të bëni dhe ty si një dhëndër të keq? Nuk e di. Është shumë e vështirë, nuk e di. I dashur shkëlqim, nëse ish grua juaj do na dëgjonte, unë dua që ditën e sotme këtu në këtë live me Odetën ti përcjellësh një mesazh. Ajo është nënë e vajzave. Unë sa do e keqe që është nënë e vajzave. Edhe unë, sa do i ditjen, janë babi vajzave. Po, ajo të paktën të ka që një mund të lejoj vajzën të komunikojnë.
të ketë kontaktet vetëm ato që kanë vuajtur për ata fëmijë, ajo duhet të jetë ura e parë rrisje që unë të kontaktoj me vajzën. Kaq. Unë uroj dhe shpresoj që në këtë live ajo ta ndjeki, të reagoj, të ndërgjegjësohet, të më telefonoj dhe sinqerisht dua të bëj më të mirën për një baba që i dhëm zemra për dy vajzat e veta që nuk ka kontakte. Por besoj që ke dhe një mesazh për vajzën e madhe dhe për vajzën e vogël. Babi sa do larg jam larg nga vajzat, babi do shumë. Edhe sa do larg dhe vajta kopa i takuar, unë çdo natë shikoj në falë Zotit. E shikoj çdo natë në një. Edhe në një anë shmale ma ashtu po përqenë në vjesë janë shumë amarja zakonishme. Babi do shumë. Besoj që jeta i vetë... Edhe mësoj shumë, edhe unë të jenë trenar për dy vajza që ka. Edhe babi në ake në kra tërë jetën. I dashur shkëlqim, besoj që jeta i vetëm nuk është e lehtë. Pa, ashtu si të vjenë ta jetosë. Kam shumë besim të ty, se mund jesh e para që mund më krijosh kontakt me vajzat. Unë do bëj më të mirën, sepse... Faleminderit. Vetëm që ti ka ndërshim. Unë uroj dhe shpresoj, unë sinqerisht shkëlqim uroj dhe shpresoj që këtë live ta ndjeki ish bashortja juaj, të më telefonoj, të flasim si dy gra dhe ta uroj me zemër të rrithesh sa më shpejt me dy vajzat e tua. Ato që ta mbaj përgjegjësi. Patjetër, pra ato që keni thënë do mbani ju përgjegjësi. Por çfarë ka ndodhur mes teje dhe asaj është e shkuara juaj. Dy fëmijët janë të pafajshëm. Ajo ka mbaruar. Tani unë thjesht dua një lloj komunikim, kanë nevojë fëmijët që ndihmojnë unë, po. Dhe më vjen mirë që je i gatshëm të paguash detyrimin ushqimor, të ndihmosh më shumë për fëmijët e tu. Po, punoj 24 orë për ndihmor, a më kupton. 24 orë, vetëm ato mos ta ndjejnë nuk jasëm ty. Do mbetemi në kontakt, u bëft më mira. Faleminderit, ka respekt. Mirupafshim. Mirë dashumish, dëgjuam historinë e Shkëlqim Sheut, i cili akuzoi ish bashorten që kishte tradhuar dhe ky ishte edhe shkaku i divorcit, por çfarë ka ndodhur me të rriturit, cilët ngjelet mes të rriturve, fëmijët mos të bëhen viktima. Uroj dhe shpresoj që këtë live, këtë video ta ndjeki ish bashkëshortja, të reagoj, pasi ky baba ka të drejta të plota të di vendodhin e vajzave, të ketë një informacion dhe padyshim ka vendosur gjykata që ai të ketë të drejtat e takimit dhe ishte i gatshëm të ndihmonte dy vajzat dhe ish gruan e tij. Uroj që ajo të më telefonoj. Mirë, nëse dhe ju keni një rast për denoncuar, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698, por mund të më dërgoni mesazhe dhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram, në TikTok, në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro. Dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëjeni pjesë e kanalit tim në YouTube, ku tashmë çdo paradite hyj live me këto histori, rrëfime të dhimbshme njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe takohemi nesër paradite ora 10 këtu live në YouTube.